Jeta dhe vepra e Isa Buletinit. Isa Buletini u lind në fshatin Buletin me 15 janar të vitit 1864. U edukua në një familje të përmendur, brez pas brezit për burrëri, drejtësi e trimëri. U rrit në kullën e Buletinit, e cila u bë simboli tradites patriotike dhe qendrezes shekullore në kufirin verior të atë dheut të shqiptarisë. Çka nuk pan dhe çka nuk dëgjuan, frëngjita asaj kulle, për mbi 20 beteja, u zhvilluan rreth atyre mureve. 6 herë u doq nga armiqtë e vendit ton. Isa Buletini ishte një burr i mrekullueshëm, shtati i tij gjatë, liz bjeshke, gjithmonë i veshur, me kostum të bukur kombëtar, që jepnin një hije shite pa shoqe. Në biseda, ai fliste pak, por me vend. Isa Buletini ishte atletar i shquar, strateg popullor, organizator e udhëheqjes i lëvizjes për çlirimin e bashkimin kombëtar, ku bashkë me Idris Seferin përbënin një kombinim që u shndrrua në mit ndër bjeshket e Kosovës. Isa Buletini lindi në fshatin Buletin, Mitrovic. Ai kishte një namë të madh për guximin dhe arritjet. Jeta dhe vepra atletare e Isa Buletinit u bën legjenda dhe arratisjet e tij nga turqit e serbët shumë të përmendura. Në moshën 17 vjeçare, mori pjesë si luftar i lidhjes shqiptare të Prizrenit në betejën e Silovovës me 22 prill të vitit 1881 kundër forcave osmane. Isa Buletini përkrahu Haxhi Zekën dhe atletarët e tjerë në themelimin e lidhjes shqiptare të Pejës dhe në qendresën e saj kundër sunduzve osman dhe qarqeve shoviniste fsqin. Ai mori pjesë në atë kuvend me kryet e delegatëve të Mitrovicës, ku mori përsipër që vendimet e kuvendit do t'i zbatonte me përpikmëri. Por armiqtë shekullor të Shqipërisë, si gjithmonë, sa e panë se shqiptarët filluan të organizoheshin, gjetën një kal troje që e futen në mes për të përqarë shqiptarët. Pikërisht, kur lidhja e Pejës po merrte po atë shtrirje e atë karakter kombëtar si të lidhjes e Prizrenit me dorën tradhtare të shqiptarit Mahmud Zajmi, të shitur të osmanlitet e Serbia me 1901, e vrau kryetarin e lidhjes e Pejës të mallin Haxhi Zeka. Betejën e parë me ushtrinë osmane, Isa Buletini e ka bërë në vitin 1895. Baliu i Kosovës, Hafiz Pasha, i dha urdhër majorit Mehmet Efendiut që ta sulmonte në befasi Isa Buletinin ditën e Bajramit. Por Isaja ishte mësuar me pabesi të osmanlive dhe rrinte gjithmonë në pritje për çdo të papritur. Në atë kohë, majori turk në krye të një taborri ushtarësh u nis për Buletin. Ndërkohë, Isaja kishte zënë pusi atje ku ai nuk e priste, dhe jo vetëm që shpartalloi ushtrinë osmane, por vrau shumë prej tyre dhe vetë majorin që la kokën në luftë. Dërsa Isa me forcat e tij shkoi në fshatin Bajn dhe i çoi fjalë Veliut. Shnoshe mirë arrita në Baj, dërsa majorin Mehmet Efendiun e lash në Buletin. Po të doni, urdhnoni edhe ju se po ju pres si majorin. Kjo fitore u përhapsi rrufe në tërë Kosovën dhe autoriteti Isa Buletinit u rrit shumë sidomos në Kosovën veriore. Vepra Isa Buletinit është ndëruar në çdo kohë në të gjithë Shqipërinë etnike.